Gjesti, me një shikim sfidues dhe një buzëqeshje ironike në fytyrë, i afrohet Eglit me një qëndrim të sigurt dhe provokues. Atmosfera midis tyre është e tensionuar, dhe të gjithë në dhomë ndjejnë energjinë e rëndë që po qarkullon midis tyre. Pa u menduar 2 herë, Gjesti, në një veprim të papritur dhe plot përbuzje, i bështyn në fytyrë. Një moment heshtje bie mbi dhomë. Të gjithë mbeten të shtangur, duke mos besuar atë që sapo panë. Egli ngrin në vend dhe për një çast duket sikur po përpiqet të përpunojë atë që ndodhi. Ajo nuk lëviz, nuk fshin fytyrën, nuk reagon menjëherë. Një shikim i ftohtë dhe i thellë mbulon sytë e saj, ndërsa ajo e fikson Gjestin me një vështrim të fortë dhe të pathyeshëm. Kjo është gjithë çfarë mund të bësh, thot ajo me një zë të ulët, por të mbushur me sarkazëm dhe përçmim. Gjesti, që ndoshta priste një reagim më të madh nga ajo, qesh me një ironi të lehtë dhe ngrit supët sikur të mos i interesonte. Më vjen keq, nuk e mbajta dot veten, thot ai, duke u përpjekur të ruajë qëndrimin e tij sfidues. Egli, pa e fshirë ende fytyrën, qëndron e qetë dhe e patundur. Ajo nuk do t'i jap kënaqësinë që ai kërkon. Nuk do ta bëjë skenën që ai ndoshta e pret. Në vend të kësaj, ajo merr një frym të thellë dhe me një buzëqeshje të ftohtë, i afrohet edhe më shumë. Ke mbaruar, Gjesti. Me këtë veprim, tregove kush je vërtet, i thot ajo me një ton të qetë, por të mbushur me përçmim. Ndërkohë, banorët përreth fillojnë të pëshpëritin dhe të komentojnë atë që sapo ndodhi. Disa janë të shokuar, të tjerët duken sikur po shijojnë dramën, ndërsa disa të tjerë mezi i presin të shohin se çfarë do të ndodhë më pas. Gjesti e ndjen që situata nuk po shkon ashtu siç ai dëshironte. Ai priste një shpërthim, një dramë më të madhe, por Egli refuzon t'i jap atë kënaqësi. Në vend të kësaj, ajo qëndron aty, krenare, e patundur, duke treguar se ai nuk mund ta thyej dot. Dhe kjo, më shumë se çdo fjalë apo reagim i saj, është ajo që e acaron më shumë Gjestin. Jozi, i acaruar dhe me nervat në limit, afrohet me hapa të shpejt drejt Eglit, i cili qëndron përballë tij me një shikim sfidues. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e rëndë, dhe të gjithë në dhomë ndjejnë tensionin që po rritet mes tyre. Ti je një vajzë e pander, një njeri i ulët që nuk di të mbaj as respekt për veten. Shpërthen Jozi, me një ton të lartë dhe plot zemërim. Egli e shikon atë me një buzëqeshje të ftohtë, por në sytë e saj shihet qartë se fjalët e tij nuk i kanë kaluar pa lënë gjurmë. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por duart i shtrëngohen fort. Mos fol pa menduar, Jozi. Se ti je i fundit që mund të më japësh leksione për nderin dhe respektin, i përgjigjet ajo, duke e shikuar drejt në sy, me një ton të qetë, por të prerë. Jozi qesh me ironi dhe tund kokën. Unë të paktën nuk shes veten për vëmendje. Nuk i afrohem njerëzve vetëm kur më leverdis dhe nuk tradhtoj ata që më kanë mbështetur. Fjalët e tij bien si thik në ajër. Banorët përreth i ndjekin me interes të madh, disa të tronditur, disa të argëtuar nga skena e tensionuar. Egli bëhet akoma më e ashpër. Ti je ai që flet pas shpine, ai që manipulon dhe bën lojra të pista. Nuk ke as pak të drejtë të më gjykosh mua, kur vetë je i zhytur në mashtrime. Jozi e shikon me një shikim të mprejtë, sikur të kërkonte fjalët e duhura për t'ia kthyer, por Egli nuk ndalet. Ajo afrohet edhe më shumë, duke e bërë debatit edhe më të fortë. Ti e di shumë mirë që nuk mund të më thyesh. Nuk mund të më poshtërosh, sado që përpiqesh. Mos haro, unë nuk jam si ata që i manipulon lehtë. Në atë moment, dhoma mbushet me një heshtje të rëndë. Të gjithë janë në pritje të lëvizjes së radhës. Jozi duket sikur do të shpërthej përsëri, por në vend të kësaj, ai vetëm e shikon Eglin me inat, pastaj largohet duke tundur kokën, si për të treguar se nuk ia vlen të vazhdojë më tej. Egli qëndron në këmbë, e palëkundur, ndërsa fytyra e saj është një përzierje emocionesh të forta. Pavarësisht gjithçkaje, ajo e di se kjo përballje nuk ka mbaruar ende. Gjesti dhe Jozi përplasen në një debat të tensionuar, ku tonet e zërave të tyre rriten dhe atmosfera bëhet gjithnjë e më elektrizuese. Gjesti, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, e shikon Jozin drejt në sy dhe tund kokën me përbuzje. Ore, ti vërtet mendon se ke ndonjë lloj zgjuarsie?
I thot ai, duke qeshur me ironi. Jozi, ti je një trap I vërtet. Nuk logjikon fare, vetëm flet kod dhe përpiqesh të dukesh I rëndësishëm. Jozi ngryz vetullat dhe I afrohet Gjestit, duke e parë me një shikim të ngurtë. Shiko se me kë flet Gjesti. Mos kujto se mund të më tallësh mua si të duash. Por Gjesti nuk tërhiqet. Përkundrazi, ai qesh edhe më fort, duke e bërë debatin akoma më provokues. Seriozisht, Jozi? Ti mendon se po më frikson? Unë vetëm po them të vërtetën. Ti ecën përpara, por pa e ditur fare se nga po shkon. Nuk mendon, nuk analizon, thjesht flet pa pushim. Jozi shtrëngon nofullat dhe duket sikur do të shpërthej. Ti je një provokator I lodhur, Gjesti. Vetëm flet pas shpine dhe përpiqesh të ulesh të tjerët, sepse ke frikë të përballesh me ta si burr. Gjesti tund kokën dhe vazhdon me ironinë e tij. Ah Jozi, po të kishe edhe pak tru, do kuptoje që unë nuk kam nevojë të ul askën. Ti e bën vetë këtë punë për veten tënde. Unë vetëm sa e them me zë të lartë. Në këtë moment, disa banor të tjerë që ndodhen aty nisin të qeshin me fjalët e Gjestit, gjë që e bën Jozin të skuqet nga nervat. Ai shtrëngon grushtat, por përpiqet të përmbahet, duke mos dashur të japë më shumë kënaqësi Gjestit. Gjesti, duke parë se e ka nervozuar, e përfundon me një goditje të fundit. Hajde, mos u mërzit, Jozi. Ti je një djalë I mirë thjesht pa tru. Thot ai duke qeshur, ndërsa largohet me një pamje fitimtare. Jozi mbetet aty, duke vluar nga inati, por pa mundur të gjej fjalët e duhura për t'ia kthyer. Kjo betejë fjalësh I përket Gjestit të paktën për momentin. Gjesti, me një buzëqeshje të fshehtë, afrohet pranë Loredanës dhe pa hezitim e përqafon fort në mes të dhomës, aty ku të gjithë mund t'i shohin, përfshirë edhe Jozin. Loredana nuk nguron t'ia kthej përqafimin me një buzëqeshje provokuese, duke e bërë skenën edhe më të dukshme dhe të qëllimshme. Nga ana tjetër, Jozi, I ulur në një cep të dhomës, I ndjek me sy çdo lëvizje të tyre. Fillimisht përpiqet të duket sikur nuk I intereson, por duart e tij shtrëngojnë në vetëdijshëm krahët e karriges dhe nofulla I forcohet. Ai mundohet ta fshehë xhelozin, por vështrimi I tij I ftohtë dhe I ngulur drejt Gjestit e tradhton. Çfarë po ndodh këtu? Thot ai me një zë të ulët, por të tendosur, sikur po flet me veten. Loredana, që e kupton menjëherë efektin që po ka ky veprim mbi Jozin, buzëqesh dhe e ngjesh edhe më shumë trupin e saj pas Gjestit. Gjesti është shumë I dashur sot, thot ajo me një ton lozonjar, duke e ditur se këto fjalë vetëm sa do ta acaronin më shumë Jozin. Gjesti, që e ka kuptuar lojën e Loredanës dhe efektin që po krijohet, vendos ta çojë edhe më tej provokimin. Ai e përqafon edhe më fort dhe e shikon drejt në sy Jozin, duke ngritur vetullat në një mënyrë sfiduese. Po, e vërtet. Loredana e meriton pak vëmendje të veçantë sot, thot ai me një buzëqeshje të lehtë, ndërsa me njërën dorë I përkëdhel lehtë shpatullën. Jozi merr frym thellë dhe mundohet të mos reagojë, por sytë e tij tashmë janë mbushur me një shkëlqim të ftohtë. Ai dëshiron të shpërthej, por e di që nëse e bën, do të duket sikur po pranon që po ndikohet nga kjo skenë. Bëni ç'të doni, thot ai në fund, duke u ngritur në këmbë dhe duke u larguar nga dhoma. Por edhe pse ai largohet, të gjithë e kuptojnë se truri I tij ka marrë flak dhe se kjo lojë e vogël mes Gjestit dhe Loredanës ka arritur efektin e dëshiruar. Loredana, me një buzëqeshje të lehtë dhe një shkëlqim ngacmues në sy, I afrohet Gjestit ngadalë, duke e vëzhguar reagimin e Jozit nga cepi I dhomës. Ajo e di mirë që ky veprim do ta tensionojë situatën, por pikërisht këtë synon. Gjesti, më ke munguar sot, I thot ajo me një zë të ëmbël, ndërsa e përqafon papritur fort, duke e mbështetur kokën në supin e tij. Gjesti e shikon me habi për një moment, por pastaj, duke kuptuar lojën e saj, vendos të mos e prish skenën. Ai buzëqesh dhe ja kthen përqafimin butësisht, ndërkohë që shikon drejt Jozit, I cili tashmë është ulur, me nofullat e shtrënguara dhe me një vështrim të mprehtë. Pas ka ndryshuar klima këtu, thot Jozi me ironi, duke kryqëzuar duart dhe duke u munduar të mos e tregojë nervozizmin e tij. Loredana, sikur të mos kishte dëgjuar fare, vazhdon të qëndrojë pranë Gjestit, madje vendos dorën mbi gjoksin e tij dhe qesh bull.
Po, klima është shumë më e ngrohtë këtu pranë gjestit, thot ajo me qëllim, duke e ditur që kjo fjali do të ndezë më shumë xhelozinë e Jozit. Gjesti, duke parë reagimin e Jozit, e mbështet lojën e Loredanës dhe i afrohet edhe më shumë, duke e vendosur dorën rreth belit të saj. Duket se dikush po bëhet xheloz, thot ai me një buzëqeshje provokuese, duke e parë drejt në sy Jozin. Jozi shtrëngon në fullën dhe më në fund ja kthen, Loredana, nuk ke pse bën këto skena për vëmendje. Dihet që loja jote është thjesht për të më acaruar. Por Loredana thjesht qesh dhe shtrëngon krahun e gjestit edhe më shumë. Oh, Jozi, e di që s'po më mbjeton dot pa vëmendje, por ndonjëherë është mirë të dish kur të tërhiqesh, thot ajo me një buzëqeshje ngacmuese. Situata mes tyre sa vjen e bëhet më e tensionuar, ndërsa gjesti vazhdon të mbaj lojën e Loredanës, duke parë se si Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por në sy i lexohet qartë që nuk i pëlqen as pak ajo që po ndodh. Gjesti, me një buzëqeshje ngacmuese në fytyrë, i futet në dush Eglit pa paralajmërim. Egli, e befasuar, lëshon një britm të lehtë dhe e shikon me sy të hapur. Gjesti, çfarë po bën këtu? Thot ajo me nervozizëm, duke u përpjekur të largohet nga ai. Gjesti qesh me ironi dhe hedh ujin mbi të, duke e bërë situatën edhe më të sikletshme për Eglin. Pse kaq e tensionuar, Egli? Nuk është hera e parë që lahemi të dy, apo jo? Thot ai, duke qeshur dhe duke u afruar edhe më shumë. Egli, duke u përpjekur ta shtyjë me dorë, shfryn, nuk është punë tensioni, thjesht nuk ke asnjë respekt. Del që këtej. Por gjesti nuk duket i shqetësuar. Ai vazhdon të lahet i qetë dhe i hedh një vështrim Eglit nga lart poshtë. Hërmëmë. Sot nuk dukesh dhe aq mirë. Je lodhur apo thjesht ke nevojë për më shumë kujdes për veten? Thot ai me një ton të lehtë ironik. Egli acarohet edhe më shumë dhe i kthen me nerva, ti je i pakuptim. Vetëm çollashmi mua pa pushim. Nuk e kuptoj si nuk lodhesh duke u sjell kështu. Gjesti ngres supet dhe qesh, duke vazhduar lojën e tij provokuese. E po, dikush duhet ta mbaj humorin gjallë në këtë shtëpi, apo jo? Mos ma merr për keq, Egli, thjesht po argëtohem. Ajo pshertin e zemëruar dhe, duke tundur kokën, largohet nga dushi, e lodhur nga sjellja e tij. Gjesti mbetet pas duke qeshur dhe duke e ndjekur me sy, i kënaqur nga fakti që e kishte acaruar edhe një herë tjetër. Egli, me një shikim serioz dhe ton të prerë, i drejtohet Gjestit ndërsa ata të dy qëndrojnë vetëm në një cep të shtëpisë. Ajo e vështron drejt në sy, duke e bërë të kuptoj se po flet me gjithë sinqeritetin e saj. Dëgjo, Gjesti, i thot ajo, duke marrë frym thellë. Ti ndonjëherë nuk e kupton se çfarë ke pranë. Unë nuk jam si vajzat e tjera, unë nuk jam thjesht një kalim kohe për ty nëse dikush si unë të ka qëndruar pranë gjithë këto kohë, duhet ta çmosh këtë gjë. Gjesti, i befasuar nga fjalët e saj, e shikon për disa sekonda pa folur. Pastaj, duke buzëqeshur paksa me ironi, i përgjigjet, Egli, ti e di që unë të vlerësoj, por pse gjithë kjo dramë? Nuk jemi në një telenovel. Egli shtrëngon nofullat dhe tund kokën me shgënjim. Kjo nuk është dramë, Gjesti. Është realitet. Ti duhet të kishe nderin dhe respektin që të kesh një vajzë si unë në krah, por e humb gjithmonë këtë mundësi duke u sjellë si një fëmijë i papjekur. Gjesti e vështron, duke u përpjekur të mos tregojë se fjalët e saj e kanë prekur. Ai afrohet pak dhe me një zëmë të butë i thot, Egli, unë të vlerësoj më shumë se ç'mendon ti, thjesht ndonjëherë nuk e di si ta tregoj. Egli tund kokën dhe pshertin, ende e pavendosur nëse mund ta besoj atë. Do doja që ta dëshmoje këtë me veprime, jo vetëm me fjalë. Sepse unë nuk do jem këtu për të pritur për gjithmonë. Pastaj, pa thënë më asnjë fjalë, largohet duke e lënë Gjestin të menduar pas saj. Rozana, e ulur në një cep të dhomës, me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, shikon me interes se si plani i saj po funksionon në mënyrë perfekte. Ajo ka hedhur farën e dyshimit mes Eglit dhe Danjës dhe tani po i shikon ato teksa debatojnë gjithnjë e më ashpër. Danja, ti gjithmonë je sjellë si mikesha ime, por në fakt pas kam qenë e verbër. Nuk e prisja këtë nga ty. Thot Egli me një ton të lartë, duke e shikuar Danjën me shgënjim.
Danja, e irrituar, kalon duart në bel dhe ja kthen me nervozizëm. Egli, mos më akuzo mua pa arsye. Ti je ajo që ke ndryshuar dhe po luan lojra të pista. Unë gjithmonë kam qenë e sinqert me ty. Rozana nuk ndërhyn, por thjesht qëndron e heshtur në një cep, duke shijuar skenën që po shpaloset para saj. Ajo e dinte se nuk do të duhej shumë për ta vënë Eglin kundër Danjës, një koment i vogël, një nxitje e vogël, dhe ato vetë do ta çonin konfliktin në një tjetër nivel. Egli tund kokën dhe shtrëngon grushtat. Ti po bën sikur nuk di asgjë, por unë e di shumë mirë që pas gjithë kësaj qëndron Rozana. Ajo është ajo që po na përçan. Danja ja kthen me nervozizëm, mos e fajso Rozanën për problemet tona. Ndoshta thjesht nuk je mësuar me faktin që jo të gjithë do të pajtohen gjithmonë me ty. Ndërkohë, Rozana, e cila është duke shijuar këtë sherr të vogël që ka ndezur, rri e ulur dhe vazhdon t'i shikojë me një shprehje të kënaqësisë në fytyrë. Ajo e di shumë mirë që nuk ka nevojë të thotë asgjë më tepër, zjarri tashmë është ndezur, dhe tani i mbetet vetëm të shohë se si vazhdon debati mes tyre. Egli, me nervozizëm të dukshëm në fytyrë, afrohet me hapa të shpejt drejt Rozanës, e cila qëndron e qetë duke e vështruar me një buzëqeshje të lehtë, sikur të mos e merrte seriozisht. Rozana, ti je njeriu më manipulues dhe më i keq që kam njohur ndonjëherë. Thot Egli me një ton të lartë, duke e drejtuar gishtin nga ajo. Ti po më fut në telashe me Danjën dhe po bën gjithçka që të më nxjerrësh keq përpara të gjithëve. Rozana qesh me ironi dhe kryqëzon duart mbi gjoks. Oh, Egli, sa dramatike që je. Unë nuk kam nevojë të të fus në telashe, ti vetë je eksperte në këtë gjë. Thjesht po të tregoj atë që ndoshta nuk do ta pranosh kurrë. Egli e shikon me përbuzje dhe tund kokën. Mos u mundo të bësh si e zgjuar me mua. Ti e di shumë mirë që po luan një lojë të pisë. Je përpjekur të më bësh të dukem keq përpara Danjës, përpara Gjestit, përpara të gjithëve. Ti thjesht nuk di të jesh e sinqert, gjithçka e bën me një qëllim. Rozana buzëqesh edhe më gjerë dhe ngre vetullat. Ndoshta ti je ajo që nuk e sheh realitetin, Egli. Ndoshta po të shije pak më qartë, do ta kuptoje se nuk të ka futur askush në telashe, ti vetë je futur në to. Dhe, e di çfarë? Nuk është faji im që Danja e ka kuptuar më në fund se kush je ti me të vërtetë. Sytë e Eglit ndizen nga zemërimi dhe ajo bën një hap më afër. Ti je thjesht një intrigante që s'di të bëj asgjë tjetër përveç se të shtyjë njerëzit kundër njëri tjetrit. Por dije një gjë, Rozana, loja jote nuk do zgjas shumë. Do të vijë dita që të gjithë do ta kuptojnë se kush je në të vërtetë. Rozana pshertin dhe tund kokën, sikur të ishte lodhur nga debati. Egli, Egli. Sa më shumë e ngre zërin, aq më shumë duket që ke frikë. Po ndoshta ke të drejtë për një gjë, do të vijë dita kur gjithçka do të dalë në shesh. Dhe ndoshta nuk do të pëlqej ajo që do të shohësh. Egli e shikon edhe një herë me inat, pastaj largohet me hapa të shpejt, ndërsa Rozana mbetet pas duke buzëqeshur me një shprehje triumfi. Danja dhe Egli ndodhen në mes të një debati të tensionuar, duke ngritur zërin ndaj njëra tjetrës në oborrin e shtëpisë. Të gjithë banorët i shikojnë nga larg, ndërsa situata duket se po përshkallëzohet. Egli është e acaruar dhe flet me nervozizëm, ndërsa Danja përpiqet të mbrohet duke argumentuar mendimin e saj me një ton të prerë. Ti gjithmonë mendon se je e pagabueshme, Egli. Por realiteti është ndryshe. Ti nuk e pranon kur je në gabim dhe gjithmonë përpiqesh të nxjerrësh të tjerët keq. I thot Danja me nervozizëm, duke e shikuar drejt në sy. Egli e shikon me përçmim dhe i përgjigjet menjëherë, mos më trego mua se çfarë bëj unë. Ti je ajo që nuk di të luash ndershëm. Ti vetëm bën sikur je e sinqert, por në fakt je një servile që kërkon të mbash anën e njerëzve që të japin avantazh. Në atë moment, Gjesti, i cili po i dëgjonte nga larg, vendos të ndërhyjë. Ai afrohet me një shprehje serioze në fytyrë dhe ngre dorën, duke u futur mes tyre për t'i ndarë. Mjaft, mjaft. Boll u grindët kot. Unë e dëgjova të gjithë bisedën dhe sinqerisht, Egli, ti je në gabim këtë herë. Thot ai me vendosmëri, duke i drejtuar një shikim të prerë Eglit. Egli e shikon me habi dhe zemërim.
Ti po mbron Danjen tani, që kur je bërë avokati i saj. E pyet ajo me ironi. Gjesti tund kokën dhe përgjigjet me qetësi, por me një ton të vendosur. Nuk është çështja se po mbroj Danjen, është çështja se ajo ka të drejtë. Ti po e sulmon pa arsye dhe po përpiqesh ta nxjerrësh keq, kur në fakt ajo nuk ka bërë asgjë gabim. E kupton që ndonjëherë duhet të pranosh edhe kur je gabim. Danja e dëgjon me vëmendje dhe ndihet e mbështetur nga fjalët e Gjestit. Ajo kalon duart në mes dhe buzëqesh me ironi. Ja, më në fund dikush që thot të vërtetën. Egli, nga ana tjetër, bëhet edhe më nervoze dhe tund kokën me shgënjim. Ti thjesht do të dukesh si njeriu i mirë, Gjesti. Por unë e di që edhe ti bën lojën tënde. Asnjë këtu nuk është i pastër. Thot ajo dhe largohet me nervozizëm, duke e lënë Gjestin dhe Danjen të shikojnë njëri tjetrin. Gjesti pshertin dhe i drejtohet Danjes, mos e merr personalisht, Egli është thjesht shumë impulsive. Më vonë do ta kuptoj që ti nuk i ke bërë asgjë. Danja tund kokën dhe qesh lehtë. E di, por është lodhshme të debatosh me të. Gjithsesi, faleminderit që ndërhyre. Gjesti buzëqesh dhe i jep një të shtyrë të lehtë në shpatull, duke e kthyer atmosferën në diçka më të lehtë. S'ka përse. Thjesht nuk më pëlqen kur dikush akuzohet padrejtësisht. Ndërkohë, banorët e tjerë fillojnë të diskutojnë për këtë debat, duke bërë analiza të ndryshme mbi situatën. Por një gjë është e sigurt, ndërhyrja e Gjestit e bëri edhe më të komplikuar marrëdhënien mes tij dhe Eglit.